Faleminderit shumë. I nderuar drejtori i administratës tatimore Nëntor Hyseni, një profesionist të dëshmuar i cili tashmë ka sjellë një fytyrë të re në këtë institucion. I nderuar i guvernator Zoti Ahmet Ismaili, nderuar drejtori i Doganis Agron Lugaleu, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, të nderuar përfaqësues të bizneseve, partnerë të organizatave ndërkombëtare, punonës të administratës tatimore të Kosovës, zonja dhe zotëri, sot shënojmë 26 vjetorin e administratës tatimore të Kosovës, një institucion themelor për funksionimin e shtetit dhe forcimin e suverenitetit fiskal të Republikës së Kosovës. Atë kjo është ndërtuar paralelisht në shtetin tonë nga një administratë krijuar me rrethana të vështira në një institucion modern, profesional dhe të besueshëm. Kontributi i saj ka qenë vendimtar për stabilitetin fiskal, ndërtimin e institucioneve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Si qeveria e Republikës së Kosovës e konsiderojmë administratën tatimore një shtyllë kyçe të qeverisë së mirë dhe drejtësisë fiskale. Të hyrat e mbledhura nuk janë thjesht shifra buxhetore, mirë po janë mjete për arsim, shëndetësi, zhvillim social, zhvillim ekonomik dhe përmirësim të jetës së qytetarëve. Veçanërisht pas pandemisë, Kosova ka shënuar rritje të fuqishme dhe të qëndrueshme të hyrave publike. Me rëndësi është fakti se rritja eksponenciale gjatë 5 viteve të fundit ka qenë strukturore, ndërsa mbi 90% të hyrave vijnë nga deklarimi vullnetar. Ky është një trembus i qartë i rritjes së besimit të bizneseve dhe qytetarëve ndaj institucioneve të shtetit. Ky sukses është mbështetur fuqishëm nga digitalizimi i shërbimeve tatimore, rritja e transparencës dhe trajtimi i barabartë të tatimpaguesve. Paralelisht, bashkëpunimi ndërinstitucional dhe shtrirja plot e fundimit të ligjit në të gjithë territorin e vendit për Shqipërinë kanë kontribuar drejt për drejt në rritjen e të hyrave dhe forcimin e autoritetit shtetëror. Një administratë tatimore e fortë ndërtohet në partneritet me biznesin. Tatimpaguesët ndershëm përkrahen dhe mbrohen, ndërsa shkeljet adresohen në vendosmëri dhe pa kompromis. Rezultatet e arritura dëshmojnë se qeveria e Republikës së Kosovës ka shënuar sukses të jashtëzakonshëm në rritjen e të hyrave, duke i kthyer ato në investime për shërbime në të mira publike, forcimin e sigurisë dhe stabilitetin në një kohë kur siguria globale është e vështirë. Në emër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, shpreh mirënjohjen tonë për të gjithë punonësit e administratës tatimore të Kosovës për kontributin e tyre në forcimin e shtetit dhe të rendit fiskal. Urime 26 vjetorit e administratës tatimore, ju falenderoj. Sot po festojmë 26 vjetorin e ATK-s si një institucion që nga fillet e para të saj pastruktës kur ka filluar, është rritë bashkërisht me shtetin, e sot gëzon një reputacion sikurse vendor, rajonal dhe ndërkombëtar. Sot më tepër se sa për historinë e ATK-s dua të flas për idenë, strategjinë tonë deri në vitin 2030, që përfshin këto 4 vite të mandatit tonë bashkërisht me ju. E gjitha ajo që duhet të them sot është një artikulim i 4 faktorëve ose 4 synimeve kryesore që na shohim si ATK. Pra, fillimisht duhet ju njoftoj me një çështje të re që kemi filluar ta modernizojmë ATK-n kryesisht me çështjen tonë më pak ndëshkime, më shumë këshillim. Pra, asnjëherë nuk është e lehtë që të implementohet ligji nëse nuk ka vullnet të tatimpaguesit. Në sajt e kësaj, ideja jonë për të promovuar këshillimin është një ide më përparimtare se sa të ndëshkojnë bizneset duke kërkuar që t'i paguajnë ato tatimet e tyre. Në sajt e kësaj, ideja të artikuluar si faktori i dytë është procesi i digitalizimit që po mundohemi të bëjmë, një proces ku në veçanti do të kisha folë për procesin e e-inspection që kam folë shumë kohët e fundit për të, që është një proces që siguron transparencë më të lartë, efikasitet më të mirë dhe ulje të barës administrative dhe me një farë mënyre krijon siguri për tatimpaguesit që ka gjurmëshmëri për secilën punë që bën ATK-ja lidhje me biznesin e tyre. Asnjë reformë fiskale ose digjitale nuk mund të bëhet pa një pjesë të resurseve njerëzore ose burime njerëzore të kualifikuar. Ideja e dytë ka të bëjë se, më falni për gripin, iniciativa e dytë ka të bëjë me një reformë që po mundohemi me bë për burimet njerëzore, ku do të rekrutojmë një numër të madh të stafit të ri, kurse pjesa e stafit të vjetër do të kanë mundësinë ideale për të përshuar përmes procesit të mentorimit dijen
dhe vullnetin e tyre tek këto punëtorë të ri që të bashkohen ATK-s. Pra, asnjë reformë mirëfillt nuk mund të bëhet pa burime të mirëfillta njerëzore. Ideja jonë pra është të bëjmë një bashkëpunim të dijes së strukturave të vjetra të ATK-s që ka, edhe gjaku të ri dhe iniciative së re që konsiderohen të jenë të përshtatshëm për ndryshime teknologjike që po mundohemi të bëjmë në këto vite. Dhe pjesa e tretë e cila po mundohemi me bë është pjesa e ofrimit të bashkëpunëtorëve ndërkombëtar që gjithmonë themi me shprehjen që kur këshillohemi nga të diturit jemi edhe më të fortë në implementimin e praktikave më të mira ndërkombëtare. Pra, bashkëpunëtorët ndërkombëtar do të vlerësohen jo vetëm për pjesën financiare që japen ata, po më shumë për know-how-n që sjellin tek ne si administratë tatimore, që kanë kontribuar kryesisht në këto 20 vite duke sjell ose duke pru praktikat më të mira profesionale të mbledhura ndër shtetet të ndryshme, e që në Kosovë janë implementuar me një model të përshtatjes së nevojave të vendit dhe territorit tonë. Krejt në fund, pra duke shënuar këtë 26 vjetorin, duke mos i marrë shumë kohë me lanë kohën për panelet që do të diskutojnë tema të ndryshme, do i përshëndetja në përshëndetje të veçantë sidomos stafin i cili në fillet e para të ATK-s, si që është zoti Mimo, Sakit Meri ish drejtor, profesor tjetë të sakit kontribues të profesionit që pa më dyshe kanë vënu një gur themel i cili nuk shlihet të dhe. Sa e rrethoj në Kosovë, kam një ndjenjë të dyzume, të përzime. Nga ana parë ndjej tërheqësim për vendin tim, ju e që në vendin am, i cili si pëllura e Penelopës, endet një vite dhe më mrapa shtoret për 10 vite tjera, dhe puna fillon prapë duke hendë, dhe kaloj kufirin dhe sinqerisht ndjehem jashtëzakonisht mirë. Edhe ky është vendi im, po jam krenar dhe mirënjohës për punën që keni bërë, që e keni kryer administratën tatimore në majat e reputacionit rajonal edhe pak më gjatë. Kur kam ardhur në tetor të 99-s, këtu akoma dilte tim, në shumicën e çatijave të shtëpive të Kosovës, vazhdoshin dhe digjeshin dhe ndihej shumë. Në kontratë më pat më thënë që do trajnosh administratën tatimore, do shkruash ligje, udhëzime, forma, formular, do trajnosh dhe tatim paguesit, dhe kur kam marrë në Prishtinë, më besoni, kam gjetë vetëm 2 veta. Njëna ishte Elisabeth Wikström, që ishte juriste tatimore, dhe tjetri ishte Leri Filip, që do ishte drejtori i parë i tatimeve. Ku janë inspektorët? Sa inspektorët? Ne do të zgjedhim. I pari zyrtar që është rekrutuar si klerk, si në punës, ka qenë Gjemal Gashi. Gjemal Gashi i dhanë një çelës në dorë të një zyre, aty ku është policia e Kosovës sot, Burgu, ish Burgu, dhe i thanë, kjo është zyra e administratës tatimore. Në atë zyrë ishte Leri, Liza, unë dhe Gjemali, dhe Gjemali shret me një makinë të vjetër, dilte, na duhet letër, na duhet bojë, po s'kemi kompjuter, po s'kemi të lidhë me drita, këto ishin përqësit e fillimit, ju imagjinoni. Dal nga dal, erdhën tek njoftimi për me rekrutu gjeneratën e parë të inspektorëve. Kanë apliku goxha, më besoni për ndoshta 20 e pak vende, mund të qenë mbi 100 e sa kandidatura. U kalu në një shortlist, dhe para se të bëheshin intervistat, kam pas një dialog me Leri Philips. Më tha, Florian, tha, e njeh legjislacionin jugoslav? Fare, thashtë, nuk kam dieni, pse po pyet? Këto njerëz sa që ne do intervistojmë kanë punu një legjislacion të vjetër. Ai legjislacion do të zhbëhet. Ne do i shumë të gjitha nga e para, kështu që unë të lutem sa kur fillojmë të bëjmë pyetje, mos hy shumë ke fusha e kontabilitetit, e rregullave financiare, sepse janë gjëra të reja. Por dhe këto të reja, inspektorët që do rekrutojnë nuk i dinë, kështu që
më mirë të fokusohemi ke ana njerëzore, ke integriteti, ke morali, ke kultura e përgjithshme e gjithsecilit, ke familja. Pra këto janë vlera që do ndërtojnë njerëz të mirë për nesër dhe inspektor akoma dhe më të mirë. Ky është sekret që se kam thënë askuj. Gjenerata e parë, por edhe më mbrapa, të gjithë tjerët, unë kam pas fatin nga mund në për panele, jeni marrë sepse keni përfaqësu ajkën e vlerave të një kosovare. Burni, dignitet, ndershmëri, këmbgulje, dashuri për vendin tuaj. Kishëm vullnet. Pra, kishëm vullnet për me ndërtu shtetin, kishëm vullnet për me ndërtu procedura, me kriju procedura për çdo ditë, kishëm vullnet me kriju besim. Pra, si gjenerat, ishte një barë vëgjë e ranë në subvetor. Sepse po flasëm për vitin 2000, kur ne pyetëm që të fillojmë si inspektor të parë të dilim në teren, kur Kosova si shtetë për parë do fillon të të mbjetë tatimet e vetë. Kjo ishte jo vetëm si barë, po ishte, jam i sigurt për gjithë gjeneratën tonë, ishte një mision, ishte një përgjegjësi morale. Ne duhet të dilim në teren pas në tarimit të jashtëzakonshëm dhe intenziv që kishëm edhe me zotin Rima, që gjithmonë e falenderoj jo vetëm këtu, po në shumicën e rasteve që në vazhdoj ta kemi mirësinë me Florin, edhe falenderoj edhe për angazhimin e madh që ka bërë në bisedën e por edhe për neve që na ka udhëzuar dhe na ka mësuar se si duhet zhvilluar institucionin shtetëror. Edhe ato ne kemi vërejtë që e para ne duhet të fillojmë dalim në teren, duhet të njoftojmë qytetarët se tashmë po fillon një epokë e re për shtetin e Kosovës. Ne jemi përfaqësues të institucionit shumë të rëndësishëm të shtetit, kur duhet fillohet edhe mbledhja e tatimeve, për të cilat keni parasysh, po flasim më njëherë epokën pas luftës, kur njerëzit kishin provoja të mira, brenda të ndryshme, emocione të mira. Çdo kësaj vinim nga një epokë tjetër, e një regjimi tjetër, kur ishte një lloj të quajmë patriotizmi, shmangja e pagesës tatimore, dhe ne duhet ta thymë këtë tashme këtë pjesë të themi që patriotizmi është ndryshe, tash është patriotizmi i përgjigjemi obligimeve tatimore. Pra thjesht na mungonin gjithçka dhe shpesh nuk ishte pyetja e gjeneratës të atërshme se që na mungon. Pyetja shpesh ishte në ato grupe që po na thotë Flori qoftë edhe gjatë aktivitetit të tjera, por edhe gjatë kohës në punë, se a dhe adon. Kjo ishte ajo pyetja e kyçe. Por vërtet me vullnet dhe me përkushtim dhe me përgjegjësi, por normalisht edhe me krenari, sepse ishte një epokë e re për shtetin tonë, gjithçka është e mundshme, gjithçka është e arritshme. Dhe atu kupton që kur themelohet një institucioni nuk është i gatshëm, por ai krijohet, ai rregullohet me angazhimin njerëzor, me angazhimin profesional të njerëzve që dojnë vendin e vetë dhe dojnë me zhvillu si vend. Dhe realisht atu vren pra një përkushtim që njerëzit dojnë me zhvillu dhe ne kishëm një lloj obligimi që përveç kemi hapave që duhet ta zhvillojmë një administracion, fillojmë të krijojmë procedura, ishte shumë e rëndësishme edhe të krijojmë besim. Pra besimi ishte diçka që duhet ndërtohej dhe askush nuk në fakt as neve dhe as qytetarëve tonë për ndërtuar një besim, sepse vetëm besimi mund ta krijojë dhe pastaj edhe bashkëpunimin. Dhe kjo ishte ajo faza më e rëndësishme. Besoni që në atë kohë, ndoshta nga perspektiva e sotit mund mos kuptohet drejt, por në atë kohë nuk ishin të punësuar dhe nuk i konsideronin vetëm punësimin institutiv, por konsideronin për tek saj, një përgjegjësi morale, e konsideronin një mision. Dhe shpesh shumica e gjeneratës tonë kjo i punu pa orale, nuk ishte pyetje orale. Unë di shumë të asaj kohë të punësuar që edhe pushimet ditore nuk ishte gjë pa, ishte në entuziazmi i punës. Normalisht dhe gjatë kësaj periudhe ku kemi marrë vendime, të cilat vendime ndoshta nuk kanë qenë gjithmonë më të mirat dhe të mbështetura në rregullore të çelëndrueshme, por ishte ndjesia që ne po veprojmë ndër. Me gjithmonë me përpjekjen që ne do të përmirësonin gjërat. Por çka ishte lehtë për neve në kohë, se kur ne u gjendshëm në vështirësi dhe në
mos provojën tonë, sepse që shumica në të përshishëm të rimi, pa një provojë para prake, kishëm pështetin, kishëm Gjorianin, të cili nuk hezitonte në asnjë kohë se na ndihmonte, na jepte logjike në të